Mirëmbrëma dhe përshëndetje të përzemërta secilit për jush këtu. Mirëmbrëma Erët, Dedi, Besnik. Ne sonte zbashku çelim siparin e një diskutimi të gjerë, intensiv të programit tonë, me të cilin ne duhet të japim përgjigjen më të plotë problemeve të mëdha madhore me të cilat përballet sot Shqipëria, probleme të krijuara nga shkalla më e lartë e korrupsionit që mund të përftyrohet nga vjedhjet 100% të fondeve, siç është djegësi i Tiranës, tek vjedhjet 90% të veprave tjera publike, nga rënimi i familjeve shqiptare për shkak të rritjes së madhe të çmimeve dhe po thuaj në raport me çmimet një mosrritje kërkund e rrogave dhe pensioneve, çka ka bërë që 49% e shqiptarëve të jenë në varfëri ose rrezik varfërie. Shërbimet në këtë vend kanë pësuar një metamorfozë asgjësuese për rregullin dhe cilësinë që duhet të kenë. Pra, problematika është shumë e thellë. Ndërkohë, mandati që e quhen kreu organizatë kriminale Edi Rama është mandati kryekput i krimit. Mandati i 4. Nuk po e them këtë për t'i vënë një epitet, por e them këtë sepse ky mandat ka zero legjitimitet. Pra, Edi Rama me farsën elektorale nuk ka asnjë ditë legjitime në pushtet. Por, një faktor tjetër, tani, të cilin opozita e ka denoncuar çdo ditë, por dhe mediat, duhet të jemi realistë, domethënë. Një faktor tjetër është bërë faktor famëzi, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë, është faktori korrupsion, në të cilin kryeministri vet, njëherë me emër Belinda Balluku, njëherë tjetër me emrin Ergys Agasi, është protagonist i aferave korruptive më të mëdha. Dhe përveç kësaj, reagimi i tij, reagim tipik i hajdutit që për të shtuar lëkurën është i aftë të marrë çdo vendim dhe çdo veprim, ishte
mbyllja e dyrëve, hetimit dhe sistemit të drejtësisë. Njeriu që në një paranoj ignorance, sepse ajo është një ignorant i shplar nga konceptet, ju garantoj ju dhe shqiptarë se s'ka patur kur në atë post. Një zyrtar më ignorant dhe më të shplar nga konceptet sa ju. Kur? Ndisja një fjalorin. Në fjalorin e ti nuk gjeni dot një fjalë të vetme të qeveritarit të qeverisë. Gjen vetëm gjuhën e një ordineri rrugësh, një vantoshi, i cili për hir zvërtec, vetëm me qëllimin e tij ndaj korrupsionit, humbet çdo legjitimitet. Edhe sikur zgjedhjet e 11 majit të kishin qenë zgjedhjet e standardeve më të mira botërore, zhvillimet e këtyre 3 muajve, vendimet që mori ai me partizan Sadushin, duke i dhënë një goditje për vdekje, ndjekjes penale, përgjegjësisë penale, institucionit të akuzës, e nxjerrin Edi Ramën jashtë çdo legjimiteti. Ai është bërë personazh kryesor i flamurit të zi të korrupsionit në Europë, dhe bindja ime më e madhe është se opozita dhe shqiptarët do t'i japin shpejt vendin që meriton. Por këto zhvillime kërkojnë që Partia Demokratike dhe opozita të përgatitet në mënyrën më serioze për problematikat e mëdha të krijuara nga një regjim 12 vjeçar. Ne filluam këtë debat edhe përgatitjet programit ton me infrastrukturë. Pse